Përshëndetje përsëri nga ne. Përshëndetje. Jam kemi përsëri në episodin e radhës, për të cilën kemi premtuar. Sot do të përshëndojmë gjithmonë tek shteti mendor se e buzëqeshur sot për një temë shumë aktuale, shumë interesante. Edhe aktuale. Në fakt, sot do të flasim për një nga argumentet më shqetësuese ose më të përhapura për të se sa shqetësuese. Do të flasim për anktin. Le të fillojmë me përkufizimin e çfarë është ankthi. Në fakt, do ta filloja me atë që ankthi tashmë është i kudo ndodhur. Është një nga gjendjet më të ankuara në popullat dhe që është një situatë ku personi vihet shumë në vështirësi për shkak të një gjendje të ngarkuar jo vetëm emocionale, po dhe fizike, një lloj reagimi ndaj situatave të frikës dhe të pasigurisë që shpërthejnë një sër reaksionesh kimike dhe biologjike që çojnë pastaj në atë që ne na prezantohet gjatë një interviste në ankesa që ndryshojnë nga njëri person te tjetri. Ankthi, çfarë unë po flisja deri tani është ankthi patologjik, por që dihet që ankthi është një bashkëpunëtar i yni, pa cilin ne nuk mund t'i bëjmë gjërat shumë mirë deri në momentin që na pengon për t'i bërë shumë mirë. Pra do nëtoni që kemi ankth normal dhe ankth patologjik. Patjetër. Dhe ankthi normal është ai reagim i cili përballë një situate që na kërkon neve vëmendje, përqendrim, analizë, që kthehet në një lloj sfide në të përditshmen tonë, na mobilizon, na motivon derisa ne reagojmë për të zgjidhur këto probleme në më të mirën e mundshme. Pastaj, në qoftë se këto reaksione egzagerohen, intensifikohen, bëhen shumë të shpeshta dhe prishin cilësinë e jetës tonë, e aq më tepër na pengojnë në mirë funksionim, këtu pastaj futemi në një ankth patologjik, i cili patjetër duhet identifikuar, duhet pranuar dhe pastaj duhet kërkuar ndihmë që është e përshkallëzuar, domethënë sipas niveleve të shfaqjes së ankthit dhe sipas stadit ku ne e kemi kapur këtë ankth. Përgjithsisht ankthi është një reaksion që nuk është vetëm reaksion psikologjik, po edhe fizik. Psikologjik me idenë që shfaqet frika, shfaqet pasiguria, janë të gjitha mendimet po sikur mos t'ja dalë, po sikur të ndodhi kjo apo ajo, të shoqëruara në shumicën e kohës, por jo gjithmonë, edhe me shenja fizike, sepse fillon të prek të gjitha sistemet e tjera. Për shembull, shenja fizike tipike janë ajo dihatja në frymarrje, është takikardia, është djersitja, janë tremorit të dridhurat, janë të gjitha reaksionet si për shembull një urinim më i shpesht apo një ndjesi e boshllëkut në stomak, po mund të kemi marramendje, mund të kemi dhimbje të kokës, të shoqëruara më pas edhe me në faza paksa më të përparuara dhe me çrregullime të gjumit, çrregullime të oreksit, për lloje të veçanta të ankthit edhe me frikra dhe pasigurira të egzageruara, me mendime intruzive, me terror që të prish të gjithë funksionimin dhe që në fund fare patjetër që sado që individi përpiqet që ta zgjidhë këtë problem me veten, ndonjëherë me ndërhyrjet e familjarëve, e ka të pamundur ta tejlojë, kështu që vjen dhe kërkon ndihmën. Po gjithë ky kuadër i kësaj simptomatologjie, këtyre formave, nuk është thënë që i shfaqet menjëherë kujtdo. Dhe jo të gjitha këto. Po jo të gjitha këto dhe jo të gjithë reagojnë njësoj kështu janë. Pra, forma e shfaqjes qoftë për moshat, qoftë për personat më të ndjeshëm ose jo, para të shfaqet në forma të ndryshme. Më bërë përshtypje fakti e gjithë simptomatologjisë që ju përshkruat,
ndoshta edhe nga eksperjenca e urgjencës, mund të shkojë deri në humbje të koshiencës? Tani, ka njerëz që e përjetojnë kaq fort sa që vinë dhe thonë për shkakun që unë i humba ndjenja dhe më ran të fikët. Asnjëherë nuk humbet koshienca. Asnjëherë njeriu nuk bëhet i pandërgjegjshëm në ankth dhe bile është një nga shenjat tipike që bën diferencimin e diagnozës me problematika organike, të cilat vërtet japin humbje të ndërgjegjes dhe të kontrolleve pastaj të parametrave. Kështu që gjendja e ankthit mund të shkojë në nivele shumë të larta të asaj përjetimit, por asnjëherë personi, do jap një shembull tjetër, për shembull, ka njerëz që me një formë të ankthit, siç është ataku panikut, i kap në trafik dhe mendojnë se këtu do bëhet hakaja. Domethënë do humbasin çdo kontroll që ata kanë në drejtimin e automjetit, do bëjnë aksident, do t'i pushoj zemra dhe pastaj kur pyeten po si shkoi, jo, vazhdova t'i jap makinës. Mund të ndodhi prapë. Po ajo frika dhe pasiguria që shoqëron këtë gjendje, ajo pastaj përshkallëzon gjendjen e ankthit dhe e bën atë që të prishit cilësinë. Ka njerëz që për këtë arsye që u tha, nuk largohet më nga territori, nga banesa, nga lagja ose nga qyteti shumë. Është vërtet edhe nga shtëpia ndonjëherë. Në raste që janë disi më ekstreme, shumë shpesh kjo frikë dhe pasiguri që krijohet pas një ose disa episodeve bën që personi të qëndrojë në zonën e komfortit, që në më keqen e mundshme është brenda shtëpisë, duke detyruar atë të izolohet dhe në një farë mënyre të dëmtohet funksionalisht ai funksionimi i tij okupacional, domethënë, gati invalidizohet. Dhe të tjerë që kufizohen për të shkuar jashtë qytetit, ndonjëherë bëhen pengesë edhe familjes që kërkon domethënë të shkojnë në plazh apo të shkojnë për pushime diku. Ndonjëherë kur i përmend avionin kthehet në një maks të vërtet. Pra ka forma shumë të ndryshme që nëpërmjet kufizimit që i bëjnë individit, krijojnë pikërisht këtë problematikë që nuk është më vetëm e tij, po edhe e rrethit të tij familjar ose shoqëror. Nëse është e lidhur me familjen, qoftë prindrit kur janë mosha më të re, qoftë dhe ai që ka një familje ose ajo që ka një familje. Kushtozon partnerin ose fëmijët ose familjen t'i përshtaten modës së jetesës së atij. Ankthi i patrajtuar mund të shkojnë në depresion? Patjetër që një ankth i cili vazhdon dhe mbetet i patrajtuar mund të shkojnë në depresion. Jo gjithmonë, por mund të shkojnë në depresion. Ashtu siç një sëmundje depresive mund të fillojë me gjendje ankthi. Kështu që në fillimet e veta dhe ne mjekët e kemi paksa të vështirë të kuptojmë kush është starti. Është pikërisht një ankth që ka filluar si ankth dhe të përfundojë i trajtuar si ankth, apo është një ankth i cili me gjithë trajtimin mund të kërkojë kombinime, ndërhyrje më radikale, sepse ka qenë vetëm shfaqja e parë e një episodi depresiv që do përshkallëzohet më tej me trajtime që janë specifike. Ti e di që unë në këtë periudhë kam me shumë specialitete ose profesionistë ose jo profesionistë që merren me çdo gjë dhe sigurisht për ankthin volë të shohësh çdo ditë se çfarë ndodh. Për të sqaruar dhe për të pasur ide të qarta, ne kemi bërë një bisedë se si kërkohet ndihmë për shëndetin mendor. Po tipike për ankthin, kush është ose kush janë specialistët ku duhet një pacient me ankth ose një familjar pas një pacient me ankth, dhe kush specialist?
si specialist është pa diskutim një personel i shëndetit mendor. Është mjeku i familjes, patjetër që është mirë i trajnuar për ta identifikuar problematikën me anktin, dhe pastaj ky mjek, specialist, i cili pret rekomandimin nga mjeku i familjes që ka tentuar trajtimin me ndërhyrje ose natyrale, biologjike, ose mbiqetësues për një periudhë shumë të shkurtër të kohës, kur e shef që është e pamundur dhe ky lloj ankthi do ndërhyrjen e trajtimit nga specialisti, patjetër që e drejton tek një ekip mjekësor ku mund të jetë mjeku psikiatër, mund të jetë psikoterapisti, mund të jetë një terapist okupacional, i cili duke qenë se identifikon problemin, e drejton këtë pacient tek specialisti i duhur brenda shëndetit mendor. Për shembull, një pacient që janë shtuar dhe këto specialitetet tek qendrat e shëndetit mendor. Patjetër, janë të kompletuara. Për shembull, një pacient mund të vi, por ama shkalla e ankthit të tij përcaktohet e tillë që ka nevojë vetëm për ndërhyrjen e psikoterapistit. Kështu që do filloj me psikoterapi, pastaj një psikoterapist shumë i mirë e vlerëson dhe e drejton tek mjeku, apo e drejton tek punonjësi social, sepse gjen që problemet sociale të tij janë ato që duhen zgjidhur për ta ndihmuar në zgjidhjen e problemit të ankthit. Për të qenë të qartë dhe me njerëz, do të thënë që ankthi mund të trajtohet edhe që në fazën e parë, pa shkuar deri tek medikamentet. Patjetër që po, dhe kjo varet shumë nga sa ne pranojmë këtë lloj problemi, si e perceptojmë dhe sa e pranojmë ndihmën që në fillim, dhe patjetër që kjo gjë i ka ndihmuar të gjithë, sepse tashmë kemi rrjetet sociale, ka sisteme informacioni që mund të ndihmojnë që ta shohësh si një problem, dhe midis informacionit gjendjet patjetër që sa më shpejt ta kapësh, aq më mirë është, sepse edhe koha e vuajtjes minimizohet, sepse ti e ke kapur më shpejt problemin, po dhe ajo çka ty të pengon në funksionimin e përditshëm reduktohet, domethënë. Plus edhe nëse ka nevojë për ndërhyrje, fillohen nga më të thjeshtat dhe nëse duhen medikamentet, përdoren medikamente fillimisht më të thjeshta dhe më pas sa më i rënd të jetë ankthi dhe sa më shumë të ketë kaluar koha, aq më shumë të na duhet dhe ne mënyra ndërhyrje dhe kohë trajtimi. Prandaj është shumë e rëndësishme që problemi të kapet që në fillim. Se kjo është një problem, siç e thamë, familjar. Ndoshta është më i ndjeshmi se sa më e përhapur është, nëse ke një person në shtëpi me probleme, me shqetësime, me ankth, sigurisht që të gjithë në një farë mënyrë të tjetër e përjetojnë. Patjetër, brenda familjes. Prandaj dhe mbështetja shumë herë është nga familjarët ose edhe lloji familjar që më shumë bëhet ndihmë, por ndonjëherë bëhet dhe pengesje. Unë të çoj fëmijën tek, apo unë të çoj bashkëshorten ose bashkëshorten. Jo, po këtij fëmije i vën përpara gjithçka të mirë që ka, se ty s'të mungon gjë, se ti kur të ndodhi ajo atëherë e përballove kështu apo ashtu, duke krijuar një dilemë të dytë te pacienti. Ai mendon në moment mirë, tash të gjithë po më thonë që unë ja dal, tani unë nuk ja dal dot. Çfarë është kjo gjë? Dhe vazhdon në analizat e veta që thellojnë akoma më shumë gjendjen e ankthit. Kështu që sa në ndihmë mund të jetë ndonjëherë një familjar, ai dhe mund bëhet pengesë. Edhe në një fazë të dytë, se kemi disa lloje ndërhyrjesh negative të familjarit që thotë për shembull, ke shkuar, ku ke shkuar te psikiatri, po pse çka ke ti? Ke marrë medikamente? Po nuk e di ti që medikamentet janë të tilla, edhe i kemi diskutuar në emisionet më përpara. Kështu që familjarët gjithmonë duhet marrin parasysh që duhet jenë patjetër ta kuptojnë dhe ta ndihmojnë, por duke gjetur mënyrën e duhur për t'i ndihmuar. Ja, ajo është e drejtë, domethënë, nëse është një problematik
që fillon dhe ka një kohë zgjatje, është e kohë që të tentosh manorat e gjyshit, si thoshim neve. Kështu që duhet më shumë që duhet specialisti për katës. Në domën edhe në pas specialist për katës, ju e dini shumë mirë që dhe trajtimi jo përgjithë është njësoj, por kur vjen deri tek trajtimi ka një hap mbas hapi. Dhe keqja më e madhe që kemi pësedur dhe tjetër është fakti që në momentin që ndihet mirë ndërpret terapi. Ajo është diskutimi tjetër pastaj që ka disa shkaqe për cilat e ndërpresin terapin, po ne sot Dhe rikthehen përsëri tek pika e fillimit. Patjetër, edhe me paragjykimin që ja shikon, më ka krijuar varësi dhe unë duhet ta filloj prap të mjekim. Në fakt, nuk ka bërë një protokoll të rregullt, edhe kohor dhe të reduktimit gradual të medikamentit dhe nuk është fare varësi. Por ka prishur pikërisht vargun i cili do të përfundonte, po nga specialisti që e filloi këtë trajtim. Është një sikur mos ta kesh bërë. Patjetër, i heq tullën e fundit, e përdor shumë shpesh të krahasim. I heq tullën e fundit asaj që ke ndërtuar. Kështu që ne në fakt sonte po bëjmë një kalim shumë të shpejt për këto situatat e ankthit, por ja vlen që të ndalemi pastaj edhe në pjesët e tjera për shkaqet e ankthit, bile brenda shkaqeve të ankthit ka për të marrë ZMZ për të gjitha ato, kush janë simptomat. Përgjithsisht, se janë shkaqet, janë llojet e ankthit, janë mënyrat e trajtimit. Kështu që unë mendoj që është një temë shumë e gjerë që ne do ta prekim hap pas hapi te episodet e ardhshme. Po, shumë kështu do të bëjmë. Kështu do ta bëjmë. Do të vazhdojmë me ankthit, se e premtoj, po sikur se ke kohë që je larg episodit dhe angazhimet e përditshme, dëshira mund të jetë shumë e mirë, po koha fizike 24 është, nuk e kam 48 orë më shumë se të tjerët. Dakor, po ngra duke mësuar anktin për ditë që do të bëj pyetje tash. Akoma se ke mësuar? Mos më bë të vite më ankt. Shihemi në episodin e Faleminderit edhe një herë për gjithçka. Stop.